Në një ceremoni spektakolare të organizuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, kryeministri Hristijan Mickoski dhe ministri i sportit Borko Ristovski ndanë mirënjohje kombëtare për arritjet e larta në sport të 19 sportistëve të shquar nga sportet ekipore, sukseset e të cilave kanë lënë gjurmë të thella në historinë e sportit të Maqedonisë. Sipas dispozitave ligjore, sportistit i cili ka arritur njohje sportive kombëtare i ndahet plaket dhe pension mujor i përhershëm në shumën prej gjysmë deri 1/2 nga paga mesatare mujore e paguar në Maqedoni në vitin paraprak. Kryeministri Mickoski ju është përgjigjur dhe kritikave se pse në mesin e sportistëve nuk ka asnjë shqiptar. Ai me këtë rast ka thënë se sportet individuale, 20% e personave që gëzojnë këto privilegje janë shqiptar. Nuk ka emra të tjerë që kanë fituar në Ligë të Kampionëve ose Euroleague. Për këtë dua të theksoj se në sportet individuale rezultatet të tilla të larta, nëse merret në përqindje dhe që janë shpërblyer me lloj të këtill të pensionit të përhershëm, 47% janë maqedonas, mbi 20% janë shqiptarë dhe të tjerë. Ndryshe me çmimin kombëtar për arritje të larta në sport, sot u nderuan Goran Pandev, Darko Pančev, Ilja Najdovski në futboll, Petar Naumovski, Pero Antic në basketbol, Kiril Lazarov, Stojanče Stojlov, Vlado Nedanovski, Petar Angelov, Marko Kizic, Marko Mishevski, Martin Popovski, Valentina Radulojvić, Elena Gjorgjevska, Indira Kastratović, Gordana Nacheva, Mirjana Čupić, Mileva Valkova, Angela Platon, Larisa Kiselyova, Elena Zlatanovska Muratovska, Klara Boeva në handball.